Biblioteka Porçoraçin, një vend ku brezat të tërë i arritur janë arsimuar dhe kanë gjetur udhëzimet e para drejt botës së dijes. Sfida kryesore për ne si bibliotekë, për qytetin, për politikën shqiptare në përgjithësi në këto 14 vite ka qenë ndërtimi i objektit të ri, të cilën unë uroj që politika të reflektoj dhe sa më shpejt të jetë e mundur të futet në agjendat dhe programet investuese në këto vite që vinë në të ardhmen, me qëllim që Tetova të ketë hapësirën që një institucion i shenjtë, arsimor, siç është biblioteka, ta ketë hapësirën adekuate. Sepse jemi bibliotekë nacionale, kemi 7 shkolla të mesme, kemi 11 shkolla fillore në qytet, kemi shkollat fillore përreth, kemi 2 universitete dhe vërtet qyteti i Tetovës e meriton të ketë një hapësirë dinjitoze, të ketë një leximore, të ketë një sallë multimediale dhe të jemi tamam ashtu me kapacitetin e plot që duhet ta ketë një institucion. Planifikojmë diku nga muaji mars që të nisim të bëjmë hapat e parë të digitalizimit, gjithsesi skanimit të librave dhe teksteve që i kemi më të rrezikuara në kuptimin e ruajtjes kushteve jo adekuate. Mjaftueshëm të lexuesës, diku te 5.000 lexues aktiv, duke përfshirë lexues të vegjël, pensionistë, të moshave të mesme, studentë, nxënës e tjerë. Edhe për shkak të kushteve që gjindemi, ne jemi të kënaqur me këtë numër që e kemi të lexuesve. Ne punojmë nëpërmjet platformave MKOBIS, do me thonë lexuesit mund të kyçen prej shtëpi ta shohin librin a është i lirë ose njëkohësisht cilat tituj i kemi në bibliotekë. Por gjithashtu mos harrojmë të potencojmë se është e rëndësishme që çdo lexues që vjen kur kërkon leximore, aty pak ndeshemi në probleme. Lexuesit duan të kenë leximore, kushtet i kemi e dini edhe vetë e mirë siç janë. Shpresojmë për ditë më të mira. Unë kam një provojë 23 vjeçare në këtë institucion. Vetëm në këto vite kemi pasur që jam unë në punë 3 zhvendosje të ndryshme, domethënë. Për një hapësirë në tjetrën dhe ajo ka kostën e vetë dhe ka çmimin që e paguam si institucion. Domethënë për fat keq gjithë materiali që është në bibliotekë kur shpërngulemi dhe kur lëvizim, një pjesë prishet, humbet edhe nuk është në disponim të lexuesve. Kështu që është problem derisa të vendoset një hapësirë statike ta quaj, që një herë për gjithmonë Tetova të merr atë pamjen me një bibliotekë tamam si i duhet, domethënë. Të jesh antar e rregullt të bibliotekës është kënaqësi. Unë për herë kam lexuar, edhe do të lexoj, mendoj, nëse më premton shëndeti jeta, edhe mendoj që sugjeroj gjithëve të lexojnë, vetëm të lexojnë. Ne do të angazhohemi që sa më shpejt gjitha këto procedura para organeve të drejtësisë të përmbyllen dhe sa më shpejt të përfundojë objekt që Biblioteka e Tetovës të ketë selinë e saj të përhershme. Po ashtu edhe ajo që në bashkëbisedim edhe me drejtorin, që është edhe kërkesë e kamoshme, po që besoj që është edhe momenti i duhur që dal nga dal biblioteka të transformohet në bibliotekë universitare, me çka besoj se Tetova me 2 universitete meriton që të ketë një bibliotekë universitare dhe kjo do të ishte një arsyetim për atë që Biblioteka e Tetovës tani më i bën 80 vite dhe për këto 80 vite gjithë ato sfida në të cilat i ka kaluar me këto ndryshime që do të duhej të bëhen në periudhën që vjen në transformimin e saj edhe institucional edhe në hapësira të reja, besoj që si shoqëri si Tetovë do të tregojmë se dim ta vlerësojmë kulturën, dim ta vlerësojmë librin, dim ta vlerësojmë leximin. Jam punësuar me një qershor 1965. Edhe pa me krye atë maturën
si ishte ma para u punësova në bibliotekë. U punësova vetëm si një muslimane, të them ma drejt, e para në bibliotekën Koqoracin. Libra nuk kemi pas shqip, shumë pak kemi pas. Ndërtesa ka qenë shumë e vjetër, kushtet jo shumë të mirë, as pak të mira, që nuk i kushton një institucioni kulturor qytetit. Jashtu, një 5 vjet kemi punu në rrugën Srasho Pinxhur, atje në Dam, biblioteka e fëmijëve dhe biblioteka për të rritunit, me një salë leximi shumë të vogël. Mbas 5 vjetëve, u shpërngullëm në ndërtesën tjetër, ndoshta të them me kushte pak më të mira, por prap, ajo ishte ndërtesa si shtëpi për banesë. Ajo për bibliotekë. Kishte mësues shqiptar në atë kohë? Ka pas shumë. Edhe interesimi ka qenë shumë i madh. Vetëm se mungesa e librave ka qenë minimale. Jashtu, si të them, kalon 35 vjet pune në bibliotekën e qytetit. Duhet kjo bibliotekë të filloj të funksionoj si bibliotekë me kopje, me ekzemplar të domosdoshëm. Çka do të thotë kjo? Disa botime të Tiranës duhet vinë domosdoshmërisht këtu, disa botime të Prishtinës dhe Zagrebit, që botohen nga shtëpit botuese të Zagrebit duhet vinë këtu. Kjo një. E dyta. Fondi është thënë se ka 120.000 tituj dhe 150.000 kopje. Ky fond duhet akoma më shumë të shtohet. Dhe nxënësit e fillores të shkollave të mesme, studentët, mësuesët, arsimtarët, profesorët, pedagogët, duhet të jenë antar të bibliotekës, të regjistrohen. A kupton? Nuk e shoh të tepër të shtrohet edhe çështja e ndrimit të emrit të bibliotekës, se gjitha institucionet në këtë qytet janë të me emërtime të tjera. Asnjë me emërtim shqiptar. Me që është qytet me shumicë shqiptare, me 2 universitete shqiptare, e kështu me radhë, është mirë të mendohet, pa e irrituar palën tjetër, që t'i vihet një emërtim i një personaliteti, poeti, shkrimtari, dietari shqiptar. Antarë e bibliotekës janë prej më tepër se 5 ose 6 vitesh dhe lirshëm mund të shpreh mendimin tim rreth punës së tyre të palosme dhe rreth kontributit të tyre. Biblioteka me vetë stafin e tyre, pikë së pari një mikpritje kanë të jashtëzakonshme, kanë një vlerë të caktuar që ne nuk mund ta përshkruajmë me fjalë. Çka i mungon bibliotekës? Ka disa probleme që në fillim do një hapësirë pak më e madhe, ndoshta do kisha pas qejf të ketë edhe më shumë tituj për t'i eksploruar ne si të ri. Unë jam antare e bibliotekës që nga klasa e 2 dhe vazhdoj të jem dhe do të jem gjithmonë, derisa të vi kohë. Më pëlqen shumë të lexoj dhe shkruaj shumë poezi. Kur futem në bibliotekë përmes punëtorëve që punojnë në bibliotekë, ndihem shumë e afërt me ta, më sjellin shumë ide të ndryshme për një libër që mund të lexoj dhe gjatë shkrimit, gjatë vazhdimit të leximit, kur shkruaj poezi kam shumë frymëzim dhe kur futem në bibliotekë ndjehem sikur jam te një shtëpi e dytë.